Gjerdan. Mirë se gjitha Blerina. Gjerona. Gjerona, më falë. Mirë se edhe knaqësi me të pritë në studio. Edhe të lutem, kjo është vendi për ty. Kemi bu hurmat gati, ujim po të njëftojmë, ose edhe dëgjojmë hoxhën, se kemi Gjamin ofër, kur do që pohët. Mirë se erdhe, faleminderit shumë që na the po, knaqësimet pas në studio, edhe si që po i thoja shikuesve, duke qenë që je një prej figura dhe aktorëve më të dashur të publikut, është shumë knaqësi me të njoftë edhe përmes bashkëbisedimeve tilla, në emisione ku njerëzit janë gjithsye vesh me i pa të preferuar të tyne në anën tjetër, përpos roleve që i shohin. Edhe për mua është knaqësi me kallëzu pjesë tjera, jashta pjesëve të aktrim dhe sa artit tem. Për aktorët kjo është një farë nevoje këherë se na mësojmë me personifiku personazhe tjera, e rrodh vetën, dhe më thonë për dallim për shumë për artistave tjerë, nështë ta kemë nevojë këherë me të reguat pjesën e Dardanit ose pjesën ma private. E vërtet, dhe kështu, faleminderit, kështu do të bojmë, po veç më përmendja projektet afatgjate, di që veç sa ke dalë prej një për projekteve ma afatgjata, i cili edhe po duket mbaroj në kulmin e vetë, se janë disa projekte që e din edhe ku duhet të ndalen. Tani të gjithë vëmendja njerëzve është qka tutje, qka do të bëj Dardani, ose aktualisht a ke marrë pak pauzë për vetën, po i shryton projektet, apo? Ke knatësi të mbyllje e projektit, një projekt besoj pe gjonrit vetë formën vetë është maj sukseshme nëse mosim me shifra të shfarë dhe forme. Kështë që u konë knatësi mu mbyllë që ashtu se s'kemi pas fatë në Kosovë mu mbyllë projektet, me u ditë mbyllë e tyne. Zakonisht ka një pezull, apo vazhdojnë ajo, ka përfundu, ka qenë një pauzë gjatë dhe mas nëjë nuk ka përfundu. Kështë që e kumë pas shumë transishme personale, kështu si ndjeshmëri me mbyllë projektin që shi ta kënë. Edhe patën fatë e mbyllëm që shi ta këj. Tash jam normal, jem të këshyrë për projekte tjera, për momentin jam pushim. Së mos në Ramazanën e du vetë pushimin, së këmë pas shansë marët me pas si loj pushimi, që që e këmë do pak vetit me pushim, po jem të punu me pas projekte tarshme, normal. Tash në muajin e Ramazanit, është një frym tjetër që ja jep kohën e vetë, po thu. Je shumë i lidhun, i mishnu me këtë muaj, e kujton Ramazanin të në të parë, që ke agjeru, a ke qenë kam qenë fëmi kur kam agjeru ditë e para, që janë si fëmi, kanë është ta në klasën e parë, edhe u kanë dita e parë, kështu mutat e mi agjeroj, që unë e vendosa me agjeru një ditë, normale e kujtoj shumë me malëngjim, se më do ke shumë sfidu, se më do ke një loj testi që po hitash në shkollën e gradën e triturve, jo ma të pjesa e fëmive, sepse më do ke sfidu se Ramazanin e bazë është për të rritur, edhe më dëke që për e kaloj këtë kufi. Normal më kam ecë si kujtim edhe memori të i për e mirë, normal që për mu i Ramazanit është shumë i veçantë. Kërë një farë loj mundësie për lidhje me Zotin, halo ma të fëqeshëm, një loj pache mes njeriu të dhe Zotit, që është mu i veçantë, e presë me malë edhe mërzitëm shumë këtë shkanë. Sa ka ndryshu prej edhe koha, edhe vetë mënyra se si e kupton sot muajin e Ramazanit është krejt tjetër prej si fëmija, se kur rritesh e kupton edhe ndjen akoma më afër edhe kuptimin edhe peshën që e ka. Po ashtu edhe si fëmijë kujtoj që atmosfera dhe kjo ardhja misafirve, pra për fëmijët është gjithmonë shumë e lezetshme dhe e veçantë. Për ty ndër vite, sa ka ndryshu si frym? A vazhdon me mbet me po atë peshën që e ka muaji i Ramazanit, apo është pak tek tuk zbehje për shkak dinamikës tjetës, njerëzit të mos pasur mundësi me shku te të tjerët mysafir ose me i përfundu këto ritualet? Në ndryshim të qasjes, nëse më herët Ramazani ka qenë ideja me e thirë mëzafir, tash është me e dalë dikën në për lokale, se restorane, është normale, po getë është normale, gjithkon botë të venet e zhvillume, bizniset zhvillojnë me shfrytzu këtë pjesë, si onën komerciale, këtë gastronomia, bojnë menuja, i bojnë gati edhe bojnë oferta josh, po ona jam ma shumë të e pjesa e tëftumit në shpe. Edhe bile jam të ideja që iftari du të me koni thjesht në sens, nuk du të me u kompliku shumë, sepse komplikohet edhe thirja. Nëse komplikojmë që ushim ka bojmë tash, në 100 loje të ushimeve që i qesim, kemi pas sfid me i thirë njerës. Kështë që unë preferoj me konë ma të thjeshta, ma të modestja, po mundësia për me pas ma shumë musafir, se besoj që është pjesë e ndamjes na njerës që agjerojnë e ndajnë këtë ndjershmërinë. Edhe të bimet e ndryshme, me mësafirë ndryshme, me njerës ndryshme, i dojnë hala ma shumë shije iftarit edhe Ramazanit në vetë vete. Edhe kështë që
që të kam pak kritika në se Ramazani pak... A shkon nëse tëftoj në një iftar në restoran edhe pse të pëlqen fort? Jo, nuk kam si barira shkoj, unë thash që preferoj, se nuk jam prej asaj që mënesh me luftu një rrymë që është aktuale. Do më thonë njerëz janë në përpuna, jeta është ma dinamike, nuk është që ka qenë përpara kuha pak ma e lirë, zakonisht ka pënu një familjar tjetin, ka ma të lirë dhe ka ma e lirë, sa të është ma sfiduse, nuk kam kësi barira, shkoj, po thash që ka preferoj është që ke pjesë më duket ma spirituale në Ramazan me pas në familje, me do pak atë gëzimin, dyta është të musafiri, është më duket edhe pse mund me konë ma modeste, ushqimi, është ma shumë e ndërën, sepse është edhe mundi që e ka bo bashkë me familjen për me ftu dikan. E vërtet, ajo duhet me u vlerësu ana e brendshme e ftesës. E jep, kështu që Ramazanin, unë e preferoj për veti me i thirë njerëz ma shumë në shpiralisht, nuk më kujtohet që këmë thirë dikan në restoran. Unë i thirë në shpe. Edhe këtë Ramazan nuk kom mujt me eftu qatë sa kom dash, për arsye se gruja ka qenë pak ma ngarkume, unë i kam 3 djemë, është djali vogël, kështu që gratë e di ma shumë që është pak ma shumë ngarkes, me aty ne i bjem pak ma shumë barra, fatkeqësisht. Se nuk jam ai njeri që i nimaj ma shumë t'in kuzhinë. Si e mirë me kuzhinë, ja, si e mirë shumë me kuzhinë. Unë jam ma shumë të testet, e ushqime i testoj, e më botë mira, ajo, po të përgatitet nuk jam shumë i zoti. Okej, kryesisht në Ramazan, me që edhe sot nuk e pate problem që të jesh me ne live gjatë kohës sa bëhet iftari, të ka zonë në i herë kështu edhe në punë, në një intensitet të për të lartë, ku ndoshta është shtyje dhe koha iftarit, me thonë, për orë të tona, ku nuk e pas mundësime? Jo, nuk kom pas, tash e kom mujnë me koordinu, fatmirësisht. Nuk kom pas cila i sfida, dhe me thonë, me pilitash që është, tash për mu është Ramazan që dësh, ke pjesa e orisë shumë e letash. Se jemi ofër dimrit, dhe më thonë, kuha dita është shumë e shkurt. Dhe më thonë, ma shumë kjo pjesa e meditimit, leximit, ose në gumin do një ligjërate, është që e karakterizën Ramazanat e dimrit, se sot verës. Sot verës janë ma sfidus, normal, edhe në shqe më tash. Tash nuk e kam derë, dhe më thonë, nëse e prishin e pak hurën, pak hu, jem gjendje edhe 2-3 orë, ka probleme me... Unë nuk e kam shumë problema gjerimin, nështë edhe për arsyeën që nuk kemi dhonë shumë as kafës, cigarë nuk pi, këto që janë varësit e njerëzve, që kryojnë si problem, edhe punën nuk e kemë diçka që më të ljotë shumë, në kushtimisht, që me thonë një mbështu ose diçka jo. Më përmende meditimin, dëgjimin e ligjëratave, a janë këto që i bën pjesë të jetës sonde edhe në muajt e tjerë, apo si me thonë me një nivel pak ma të lartë në muajnë Ramazan? Jo, do më thonë kjo është e vazhdueshme, është pjesë e jetës tem, në mal intensiteti shtohet shumë Ramazan, sepse natyra Ramazanit është, po thëmë, kushtimisht për shprejna është sezona e besimtarit. Do më thonë, na Ramazanin shumë si lloj sezone, zakonisht ata që shkojnë në fitness i kanë kohë të mujtë kur punojnë ma shumë me vetën. I kanë dazmat, a? Po, edhe na kemë ma shumë, intensiteti rritet ma shumë në Ramazan natyrshëm është muj t'il, do më Zoti ka bo t'il që ato që se ofrojnë e gjithë mujt bashk, e ofrojnë e Ramazani vetë në mundësin e lidhjes me Zotin. Do më thonë edhe në malë që intensiteti e gjithë shkafit, sa i përket pjesës shpirtërore, rritet në Ramazan. Çështja e besimit është diçka shumë e pastër, është shumë e bukur, kur njeriu e krijon një besim me Zotin, varësisht nga secili besimet e tija. Kur ka qenë momenti që Dardani e ka ndjej shumë të afërt lidhjen e tij me Zotin? Vralisht na jemi rritë me një familje që ka besu, do më thonë që kemi besu vazhdimisht, do më thonë su kanë kontestu më asë një herë çështja e Zotit, edhe jemi rritë peri kur kemi qenë fëmijë të dëgju për nana dhe për prindërve pjesën e besimit e Zotit e kënej. Normal, aja pjesa adoleshencës fillon me kuptu jashta asaj që është thonë, fillon me bo pyetje, edhe nështë kjo ka qenë periuda kur kun fillu me bo pyetje ma esenciale, kush jam, ku jam, pse jena kështu, a ka nej rregull, a s'ka nej rregull, a ka nej rrugë për mu lidhë me Zotin, a është vjen qështu natyrë shumë adin, i në kanë pyetjet bazë, që nështë menoj që s'kom qenë si përfatësor. Hajtë qashtë është, jo s'm ka pëlqy që ke përgjigje, tani mas nej u ka një loj studimi autodidakt pak për këtë pjesë, edhe qështu është rruga jem, dhe më thonë nuk ka pas një moment qësh mund me ndote një pjesë e madhe njerëzve, që
apo dhe një natë, një andër, një diçka, po. Jo, unë kom pas, qështu ka natyrë shumë, tash nuk më ka dash mu transformu diçka, veç se kom fillu me bo pyetje, me logjik shumë me ardhë, u kom proces gradual që ka lyp kohën e vetë, nuk ka një moment, nuk ka një muj, nuk ka një vit. Në ka disa vite që, okej, qysh te ka din, më ka pëlqy ki pjesa spiritualeve, jam pasionant të historisë, mas në edhe besimeve tjera, të kulturave tjera, dhe kështu që studiojsha ishin më doke që se cëllën herë, zbresha një përgjigje, një pyetje, një diçka dhe unë më greke ma shumë në atë pjesën e ullumtimit, edhe qështë natër shumë tani. Di që ke qenë edhe në Mekën Medinë, ma shumë se një herë më duket, ha? Po, 4 herë kam qenë krejt. 4 herë. Në haqë kam qenë një herë, sepse haqë është periudhë caktume, edhe 3 herë tjera kam qenë jashtë kohës haqët qutë ëmre. Cila ishte ndjesia, ose cilën nga këto hera e kishe më të veçantën? Haqë është i veçantë, do më thonë, haqën e këm kry vitin e kalumë, edhe unë këmë që jam i mëshiru ma të venë. Tu kanë 3 herë tjera, s'kom prit me konë diçka ndryshe, kom prit me konë vazhdimësi që s'u në vizitave, që sila konë e këndshme në vetë vete, po s'kom prit në i fartalimi, të shoj, okej, qaja është. E jo haqë ju konë shumë godec. Në loj ullëtimi jetës në miniaturë mu ka dohë mu për që të muj, po ta fatin se unë kom pas me shku me shok një vetë me herët, nuk mujta për shkak se vendosa me shku me nanën, grunë, motrën, dhëndrën kemi shku qështu një loj formacioni familjare dhe thash, për shkaj një vetë ma vonë për shkak që tyne, lakmova ku shku në shok të me, e po tako me i pyte dhe ata dhe me umerë halo ma shumë me pjesën zakonisht, herë në parë ku kom qenë shumë spontanisht atje. Edhe më do ke vetja pak si i humbun në atë procesin e rrugë, nuk i ndjesha, nuk i disha, edhe kom pas tonë çdo herë që të vi, do të holumtoj para se të shkoj që ta di se atje ka shumë njerëz. Edhe meditimi në ato vende nuk është i lehtë për shkak turmave dhe angazhimeve të njerëzve që kanë. Kanë shumë njerëz. Nuk kom po kur ma shumë njerëz atje. Do më thonë, ka momente që shep hyp në ikon kush pak më naltë dhe shep poshtë, duket si ujë i bardhë për njerëzve. Dhe më thonë, kiqë ndjesi. Nuk kom po si për faqat më të maja, unë jo. Edhe është shtirë se ka do të më gjindë, ki apsira e të kalë ma shpejt. Zakonisht e preferoj që meditimit me i bo gati. Me i bo gati. E kom pas që ta fatë për haqë. Dhe më thonë me i meditu procesit e haqët para se shkaj atje, që kur të shkaj veç me i qirë zarfat e meditimeve, edhe e kom pas një përjetim ekstrem të madhë, nuk është shumë shtirë se është ai nuk është një përjetim krahasu me njerëz që dikush e bën një vizitë në një vend të bukur, apo në Maldive, ose bën surf dikon, ose bën shkon për skijem dikon ose diçka, nuk është se këtu janë të jashtme. Ti ke me dalë, është ndjesia, adrenalina, nështë haqë është e mbrendshme, është meditim, është kalim ndaj jetës tonë që e ke kalu, i kthejesh meditimeve, edhe asaj që të pret. Që ti nuk e dim, po paka shumë parametrat dijen që shvine dhe e bërë një lej pregaditje, është një udhëtim që thash nëse më kishë dash me një fjallë, edhe pësë një thash shumë fjallë, me spiku kisha thonë, është jeta në miniaturë. Aja që ka ndodhë edhe që do të ndodhë paka shumë, është qaja. Dhe me thonë... Për çka i lutesh e Zotit më shumë? Ose cila është një lutje që e ke kështu të përhershme, edhe që i udhëheq të tjerat? Lutja e jam në mal është për xhenetin, për mua dhe për familjen të ngusht, edhe për rrethin vitë e zhenu që shtë. Filloj me vetën, familjen e ngusht, dalë të motrat, të shok, të farefisi, populli, edhe të kitë botat që shtë shkaj të zhenu, po getë fillimi është maj fëqeshëm spiritualisht, sepse është edhe në mal sedimenti maj madhë. Po që kjo është lutja që gjeneti është një problem që është i pa imaginushëm në mendet tona, është shtirë me u zbërthy me spjegime, po me kohën fillon me u lidh me ata, kur lexon ndoshta ajete kuranore, ose nga ligjërata, ose fillon me imaginu paka shumë, ose me u lidh me pjesën e shpërblimit të gjenetit, është një moment që spjegohet, profeti ka spjeguar në xhenet, e kënaqësive më të mëdha të xhenetit, është kur Allah e zbulon veten përpara njerëzve që e kanë adhuru, edhe është kulmi i kënaqësive. Këtë pjesë e imagjinoj shumë shpesh edhe lutna që me kanë pjesë të dëshmisë kësaj ndodhije të madhe.
Po të gjojmë që edhe është buku a iftarit, dartan kështu që liresh një hurma uj, agjerim pranuar ty, edhe të gjithë shikuesve që janë me neve në këtë transmitim të drejt për drejt, që jemi çdo ditë në fakt në emisione, vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe gjithmonë po e them, sidomos të ftuarit që nuk po hezitojnë që të vinë në këtë kohë të jenë bashkë me neve dhe me gjithë ju për ta nda këtë periudhë të iftarit, ju bëf mirë të gjithëve. Besoj të njëjtin urim ke edhe ti, Dartan. Po. Për të gjithë. Ja vëroj gjithë agjeruzve pranimin e iftarit, shpresoj që për me Ramazani me konë reflektim, sepse për baza asaj është me pas reflektim, neve nuk na mungon buka, po privohem për saj, për shkak bindjes ndaj Zotit, edhe pas Ramazani mund me na mungu gjëra që ne nuk dojmë të privohemi për tyne, po mungojnë atërshëm, me mësu me pas durimin. Në qoftë në debat që po kena sot problemet ndaja, qoftë në komente, në rrjetet sociale, gjithë shka. Shpresoj që ky muaj të jetë edukim për këtë njerëz, për me mësu me menaxhu, me ushtu durimin e tyre. Durimin, shumë e vërtet. Kjo e mandej edhe një varg gjëra tjera që do donim me i përmbledh. Do donim shumë si shoqëri të kishim, sidomos kur flasim për besimin, ani pse si qytetar, flas gjithmonë shumica nuk i përgjithsoj, por si vend edhe si qytetar kemi një tolerancë fetare të jashtëzakonshme, në fakt një bashkëjetesë të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, po mandej se që dalin një tuf njerëzish që janë të prirun në negativen edhe janë të prirun ta ofendojnë edhe besimin e tjetrit, edhe qoftë edhe personin e tjetrit, ose edhe ala ma kesh të mirën me dukjen e tjetrit, atë pengojnë, atë vrojnë shumë dukurit të tilla, gjithmonë po them jo të shumicës, po të një grupit të caktuar. Unë mendoj që për me numri ty është i vogël, shumë i vogël, po që fatkeqësisht po gjet ka një farë kondicioni mos me unë nal. Do më thoni she, të secili që komenton diçka lidhe me diçka, ka me pas komente, po voli zakonisht rrjetet sociale kanë mundsu këto, nashta për arsyeën që njerëz mund me rujt pjesën anonime, ju duket që janë përballë, se njerëz kur shihin përballë kanë një qasje tjetër. Në atë që kej ka bë, që ky grupi i vogël i njerëzve me u shpreh me çikaç mllef, mendoj që trendi i ri i botës, ndryshimi i botës me rrjetet sociale që ka ardhur, e ka dhënë që të mundësi edhe njerëz janë pa përgatitur qysh mi qasë këtoj bote. Kështu që a më pengon mu ma shumë në tutit mos po botë, mos po fillon me u zhvillu si trend, mos njerëz po i morrin për bazë, dhe më thonë, fol dikush të qetë një ta shpeshu të foto në monitorat, jam kujtohet, edhe unë i kom qitë të foto ka pas, ka gja shumë reagim të njerëzve, dhe më thonë nuk e disha pse. Në fotografit në Facebook? Po, në fotografit, dhe më në Facebook, rrjetet sociale, dhe më thonë, kish ofendime, kish sharje, kish... Adin dvike që di pse, edhe pse në di që në bazë është numri vogël. Po problemi nuk është e këta njerëz. është një numri vogël që thash janë të pamësuar me pranun pjesën ndryshe që ka jetu me to me kohë gjatë. Po përballë njerëz nuk e shprehin pak natësin. Tash nështë rrjetet sociale ja kanë leju dhe ja kanë pranu dikujna që hajtë thesë s'bot, nomi koment që bot nëjse në fshi, se din kush jam, edhe ja kanë mundësu këto. Nuk e kam probleme me këta njerëz që shkruajnë. Problemin e kam me ndikimin që këta mujnë e pas. Qartë. Se vresha reagime tani ofendim të e kthy me ofendim. Është kjo pjesa e sentimentit besimtarëve që pse pi ofendon këta, e tani edhe ata e ktheshin me ofendim, edhe bëhet një klimë dhe mendon dikush që është ka ekziston një lloj urrëtie, që unë nuk mendoj që është ka ekziston për me qenë shqetësuese, mendoj që është shumë periferike, por që rrjetet sociale po din me fatkeqësia është din edhe vetë ndoshta i një rrjetet sociale pak algoritmi funksionon kur ka engagement, kur ka reagim. E reagimi vjen zakonisht të ofendimet, e fatkeqësisht piqet në pashëm. Se nuk besoj që ka, na jena popull që kem dëshmu, jashtëzakonisht shumë jo tolerancë, një paqe mes vetes, se toleranca është ku tolerojmë, ku do në durojmë, na si na durojmë, na kon paqe. Bashketojmë. Bashketojmë, na kon. Edhe familjet bashketojmë. Po. Adin do më thonë, thash tolerancë vetëm duket e vogël si fjalë. Adin është pak po tolerojmë na, se nuk po tolerojmë, na jena në pace, na s'kena pas as nevojë me toleru. Jena konë në harmoni, në pace. A në gjatë këtë historia shqiptare, pas në incidenti shumë të vogël që mund të këtë qenë dukon shumë periferik, kur s'ka dëshmu mos pace mes bindjeve të ndryshme të njerëzve, pa marrë parasysh. Edhe kjo është karakteristikë që më duket që na nuk e di ka,
po i kem të i kalu shumë popëj zhvillum. Shumë popëj zhvillum më dosh kanë histori që do të me mbyll ato faqe. Ata i thojnë me vështirësi. Vistëdius dhe i lojnë qasin të realisht, se të toj me i mbyll popëj të ndaj që janë sëtë. Dëshmum, kanë histori të ndryshme të zeza në historinë e tyne, për mos tolerancë, se mos bashkëtesë, se mos paqe mes grupeve ndryshme etnike për morë parasysh. E na nuk e kem këtë pjesë, kështu që ato popoj kanë këshirë mu transformu në mendësinë shqiptare tash. E na kena qysh mati, kështu që është një vlerë që i kem të kalu shumë popoj të maj. Kemi me fatë që kemi kur po flasim për fotografi që më përmende komente të shkruara ke marë. Di që ke postu edhe këtë në rrjete sociale, na kemi marrë drejtën me shtjekje publik, na kemi marrë të drejtën me e publiku, me që janë edhe fëmijë, sigurisht, po me që ka qenë në profilin tënd. Pra, një postim që fletë për 28 nëntorin, që do duhet ishte një fest, edhe një po ashtu një rast tjetër për të tregu sa të bashkujemi, të kishte ndodhë një histori diçka. Po, ka ndodhë një incident, realisht. Ka qenë qashtu 28 nëntori, ka qenë organizimi i shkollës djallit, Nilish, kuj djalli në mes me duksin e kuq. Sa i mirë. Edhe një pëjmë e ka emri Nili. Apo, kjo është djalli jam i malë, kam pas një organizim shkolla për ndërë të ditës e 28 nëntorit, për ditë e flamurit, edhe kanë qenë pjesë. Shku me grunë, me fëmijë tjerë, me pa, dhe ke shumë emocionale si organizim, realisht. Edhe unë zakonisht, nuk im ka shumë emocional, im ka bona shumë emocional. Mosha. Këm pas një farë ndryshimi, mosha, diçka ka ndodhë, dhe që një transformim këtu të 3 vjetë e fundit, i më bo shumë nostalgjik. Edhe ke e knujshin fëmija kongën që vadem, edhe po ta një zdiu emocionova. Një shpërthem emocional, kështu, adhe në bilem viki pak more, se qashtu, në thjeshtësinë e fëmijëve, në originalitetin e tyne, jo shumë të koordinum, jo ne kënej, po ata e theshin edhe e knejshin me zel, dola qashtu emocionum. Tani mas në i kur dola, gruja tha, kish me dalë me motrën e vetë edhe me fëmijë, unë po ta me shku më një vend tjetër, edhe po ta qëtë incidentin, pat një rrugës ka kalu, djalli po gete ka prejk një djallë të rritur, një burë, pak në kam, rasisht shumë prejke e letë, gruja thasë në jetova, edhe ajo ju ka këthy me ofendime, mas në kërë ka po grunë time me mbëles, ka fillu me ofendu në forma fetare, realisht, e ka sha profetin, Islam, Isën, Jezusin, i ka sha fmit grunë edhe kene incident që gruja doshtë me më mbëllu këtë pjesë. Ta nuk e bona shumë madhe vazhdova, djallim ka telefonu. E ka morë rase, u ka një shumë imbushën, realisht, që ka ndodhë, te ka ndodhë. Për mu ke te përlënduse, kejtë shkrimi që shumë në onë emocionale, them, se im kanë shumë me prejtova te për anë, nina shumë me fatë që është mbyllë gjithka atës, s'kum vazhdu realisht asë një procedurë, ma shumë se dhejqa me kanë pache realisht, po e mora me shumë tension që e që... Edhe unë du të besoj që kë shkrim ka qenë në efektin, në afekt me thonë kështu, sepse mënyra se si përfundon nuk më pëlqen, jo për ty, po për askë që bie prej e provokimeve të askujt. Kjo e fundit që lajmet sot ndoshta do të raportonin për një dardan që as familja, së shri as kur shumë të njifte. Definitivisht, do më thonë në këto kom pranu, edhe im konë shumë i sinqert, gjendja momentale o konë qatë shumë emocionale, sa që nuk e di sa kësha kontrolu veprimet. Edhe ato e nisi falenderoj Zotin që falenderoj Allahun që nuk e kom taku për bolë, do më thonë, pati mirë që s'ku mujtë se është një diçka që ndjeshmëria për bolë fëmive është fëmit, gruja për janë sediment shumë i madh të njerëzit. Edhe është një provokim që realisht konsiderohet me prek mrena shetnisë tona, edhe njerëzit mujtë me dalë shumë blet jashtë kësaj në urej që për i mena me ndërtu një shoqëri që nuk du të më u prek të njerëzit, më u prek shetnia edhe nderi njerëzve, kërkun heq. Apo se për me i shkonë unë thash, për ato që ka ti thes për bëlqen, unë i më falendru që s'ka ndodhë, apo po ka mujtë me ndodhë fatkeqësisht. Normal njeri sot, i qetë, thot jo bre, janë institucionet të thirë policinë dhe kënë këtë mabet, edhe që ashtu du me konë. Po në afektin e emocional, mund të ketë shpërthime dhe mund të ketë, unë thash, jo veç e pjesë shkrimit. Komplet shkrimi është shkrumë në anën emocionale, se më konë tepër i rëndum, nuk disha qysh me kanalizu tonët energjie negative që mu mbëllë nështë edhe për shkak portaleve dhe lajmeve dhe për shkak të qëti diskursi publik,
ndaj praktikuesve musliman, se na jemi 93% musliman, po ai po thon për ta praktikuesin, ata që kanë vendosur të jenë ma praktikues, ma devotshëm, ma qysh më e shpreh, mos të thamë në fartemi që mos më pa shtasim. Praktikues qëndron. Praktikues. Me i konsideru që adhe një farloj narrative sikur ta po e trathojnë vendin, sikur ta në kanë qytetarë të duhen t'i vendin, sikur ta po e sabotojnë këtë vend. Adhe është një lloj narrative që fatkeqësisht është të nxo vend, apo edhe është proklamuar ashtu në media shumë. Edhe unë mendoj që këtë incident është rezultati i mbushjeve të shtyne. Domethënë mund me shku te një njeri jo i duhur, një njeri që nuk di me i përkthy këtu. Edhe këtu narrativa ai mund me i pasi problematika dhe merr flamurin është edhe me sërmu gra, fëmijë edhe burra të tjerë dhe njerëz shtorë në që është e papranueshme edhe do duhej që sinqerisht të mirëshin masa, nëse ju në rastin tënë që nuk e zgjedh me vazhdu tutje, gjithmonë personat prej të cilëve ndihemi të ofendum, të cënum, në lirin tonë, në besimin tonë, duhet pa tjetër me i drejtu tek organet kompetente. Gjithsesi po më vjen mirë shumë, unë besoj të paktën me shnili i vogël, nuk besoj që ka arrit e ka pas shqetësimin, po shqyqyr që është i vogël e nuk e kupton që ka njerëz të rritur që s'janë edhe ashtë mirë. Po qashtë, e vërtet. Me gjitha to, mënoj Indjerja dhe Mikulovci në një intervjis kër e vesim për jetën, thët, shumë shpulla më ka jap jeta. Që të shprejt aj, në njërën që ka pasaj, thët, shumë shpulla më ka jap jeta, jeta t'jep shpulla tila, që du të më mësu me menagju, s'ka me konë kjo e fundit, jo shpesoj me konë e fundit kësoj natyre, po natyrë shumë nga kena mos si du gjatë e jetës. Kështu që, po, besoj që edhe për djallin ka qenë mëse me kuptu që jeta jashtë nuk është bardhë, më në posë dhe asoj, po me gjitha ta nuk hu për tjerë shija e saja. E vërtet. Pës pak për bashkëshortën, Dardan, edhe për dashurin tuj, ose ditën e takimit, ose ka qenë formë rasore, njiheshit më herët, ka njësi miqësi, si u dashurove, si të amorizame? Bashkëshortë em, para brakesh dhe me thonë, e ka shumë mërzime, ka në ftyrë publike, shumë interesant. Po, kum pas ftesa në herë me orë me toj, kum thonë, okej, apo vjen, jo, është eks, dhe më thonë, jo, pëse s'po du, jo, s'nina mirë, Ndërtoj veç ato, pra, pasi, ndështë ashtu e vinë. Ndështë a vjen, pës besoj, nuk besoj. Dhe nuk ka qef, na kemi pas, nuk kemi njoft marët, jemi njoft me shkusi, për të më thojza, shokë jam Agani, është aktor edhe aj. Aj, bashkëshortja tina, më ka njoftu me bashkëshortën time. Unë e këmë pas një emocion prej momentin kërë këmë pa në fotografi. Dhe më thonë, më doke që jo në vija të ftyrës, po më doke si personalitet, si natyrë, i përngjoj ke personalitet në nënës temë. Edhe këmë pas një tërheqë, se unë e këmë pas edhe e kam hala forcë figurën e nënës. Edhe të babës edhe nonës, po nonës në mësë në feminin tem ka qenë heroinë e vazhdushme, që është besej, shumica e nona, po unë po thonë për temën, se që ashtu e mboj menda. Edhe u këmë thonë, okej, kjo kështë me konë bashkëshortja ideale për mu, edhe në që ashtu i më konë, me njerë po thonë, për mes fotografisë këmë pas një lloj emocionisht në madhë. Tani kanë shku për të leset këta ka dalë. Edhe ja ku janë i sot, ja ku jemi sot, 10 vjetë të martum, 3 djajmi kemi, ma i vogli është 1 vjetë të gjysë, i madhi është Nili, ka bo... Edhe Haruni i dyti. I Haruni është i dyti, Ademe ka amin i vogli është amin i babës ta. Ka vdek, ditën që e ku morë vesh që është gruja shtatzar. Edhe unës qef kum pas, por nuk kum dash me për të rjemën, se na nuk e kena shumë zakon. Ndërsa gruja ka insistu edhe nga ka bo bile dhërat. Më thatë për nga shiohën kam qef. Po nuk më do ke pak abëden, nuk më do ke edhe e më lidhë dhe ka pas një argument shumë të fort kër e le tha është i vetë me emën që se kanë lo njerës. Ademi është të mru për i Zotit. Njeri i parë në botë, është të mru për i Zotit. Tani mas ne më mullet është shumë arsye. Ishtë baba jem, ishtë Adem Jashari, ishtë Adem Demaci, jem figura që unë i qëmaj shumë në historinë shqiptare, me stash edhe ma herë që e du shumë historinë edhe kam një lidhje me figurat e ndryshme që kanë kontribu shumë për neve. Njët edhe, me shpër përmend babajnë të ndjerë, the që e ke kuptu lajmin për ardhja në jetë të Ademit
tashmë në ditën kur vdeq baba. Si kuptove të dyja edhe sa vështirë mbrënda një dite me i marë dy lajme komplet të kundërta, por shumë të rëndësishme për jetën tënde? Nuk e di dhe më thonë isha pjesë, unë më nëjë që kur të vjen goditët e mëdhaja, natër shumë po vike dhe dorimi me to. Edhe këtë procesi, babi pat një lloj smundje shumë të shpejt, dhe ma për 30 ka qenë i shëndosh, nuk është tanë kukshtu kurras, as rrethjes, ka qenë befasi jo për familjar. Po për kretë rrethin në di shoqërore, gjanë, u konë shumë befasi mënyra e vdekjes, se në nëzunit të pa përgatitun. Isha unë jam djalla streti, që i thojnë, nuk kam vlla, motra i kam, po vlla, edhe isha të në konto me procesin e organizimit, të vërrimit, kështu edhe isha të në kohën shumë i angazhuar realisht. Hera parë që këma për më vynë një vlla, jo për punë se i kom pas djemë të agje, se kushërete, dhe më thonë, ne kemë erujmë shumë këtë lidhin fare fisnore, si familje. Dhe më thonë, në ditën që ka vdek babi, po thonë kështu liresht, 40 kushëre kanë marrë për shemë për punës. Dhe më natërshëm, dhe më në mbledhë, që ashtu është, e kemi në një farë tradite si të kemi një rast, marrëm për shemë dhe shkojmë ato ditë rrimë tek njerëz e familjes. Dhe më nuk kom pas nevoj për njeri, kom pas një vlla që më zavendësani një pjesë kur vynë me kanë figura e familjarit. Fatkeqësisht, me gjallarët e me kanë vdek mrena këtë para babit, dhe u dashke me kanë unë aja figura që vinë njerëz dhe kontaktojnë, në kësha nevoj ka herë me kanë pak të nona, pak të motra, pak edhe kësha në qitë kaos. Unë bëll, u vërrës qatë ditë edhe erdhëm në shpe dhe gruja vitëse e kishë marrë vesh. Vitëse e kishë bërë testin edhe ishëm krejt, qytetërisht ishëm krejt në një gjendje, s'po dhja me thonë shoku, po nuk ishëm ato që shpjegohet goditja, dhe më për mu goditja ka qenë mas një muje. Fiks mas një muje më kanë shumë i mërzit. Dhe me thonë që ato isha ma e angazhum që apo ndodhë, që po ndodhë, apo është procesi që shduhet, a bërëm në lëshim diçka, shumë diçka. Ishtë proces që përgjësia nuk më leke me mërzit edhe erdhëm edhe po hëtë gruja po mërzit thaja. Do më ke pak që dishme, motërën e shumë ato, dhe qysh, është baba jonë, te tha, edhe për që tesin, tha, këmë pas shef që t'lajmë janë, po s'mojtëm, edhe për që tesin, tani masnej, pat që ato ke një fare ndjenje, mes mërzis, gzimit, s'po di, ke kogja kaotike si ndjenjë, pse vështë si lajmë nuk mojtëm, apëtëm. Po, thash, për mu, qef këm pasë, u konë shumë sfidu se me mëndu mja për 3 emrin e babës. Si duke të të kërët ratë? është, dhe më thonë, të one, të nona, të ka pas një transformim, qysh mu doke që mami aloj, thot, s'na le shpim pa ademi, s'na le shpim pa ademi, ja bën djallit vogël. Dhe, se di, është, thash jem qatë që pasionum qofë ndaj historisë, po vdëtojnë qofë ndaj historisë familjare një më të breza. Dhe më thonë, një më të breza të familjes teme i nja. Dhe më vjen mirë që sot me anë rrethit të një më të breza janë të përtrim dikon. Edhe është i përtrim edhe babi e ka emin e vladë vetë, një vla ka pas Adem. Jo është Ademi 2, djali em është Ademi 3. është një fakt interesant, për shembull, unë i kam 3 djemë, jem djala streti, babi, kon vetë vllai 3, gjyshi jem djala streti, stërgjyshat e menë 3 vllazër, 4 gjyshi jem djala streti. Okej, pas keni këtë ritëm, këtë trend. 3, një astret, 3, një astret. Ti kesh me e gjatë fmit Dardane, po ashtu edhe bashkëshortën, gjithë familjen, jam krejt në fund, po më herët kur më fole për nanën, më the diçka që më tinglan shumë bukur sa heri dhe gjë njerëzit duke folë, se me të vërtet janë t'jash zakonshme. Te si fmi, prej si fmi, e kom vlerësu shumë rolin e saj në jetën tënde, duke qenë edhe djali vetëm. A ka ndonjë histori të veçantë në rritjen tënde, ose si fmi kur e kujton që ku ja kujton asaj sakrificën edhe çdo ditë të përkujdesit që ka po për ty? Për familjen, me Po, unë i kam 2 dojtë gjithdukën gjatë luftës. Në Poklekin e ri, janë 2 vllazët e mëdhaj të mamit tem. Dhe
ndoshta janë konë edhe fëmijët e parë të gjyshës, janë konë modeli këtë shtëpisë të dajve, ata janë konë simbolika edhe e moj men o jem konë i rritë 9 vjetë, kur ka ndodhë rasti, edhe e moj men qëndrimin e nanës, prej ati momenti. U konë një shpirt nështë u konë një vujtje që e ka bajt vazhdimisht e banë edhe sëd, se ata janë konë, mami ka 5 vllazën, sot janë 2 gjallë, ka vdekë edhe doja këtë vetë, doja 3, po 12 kanë gjatë luftës janë gjduhën, edhe ata janë konë edhe për mami modeli e heroizmit, edhe thashën në kësi të rënditjes më doja, që i kemi pas si familje. Babi ka qenë bërë politik, mami motën temë parën e ka lindë vetë, dhe me thonë është merë vetë me ta, rasti dojve, mas një sfidat e jetës, të fëmijëve, ngjarjeve të jetës, vazhdimisht të kone pathyshme. Edhe ka pas një lloj damari, thamona, pëtën, në dalim prej paktën prej vlerësimit tem, prej grave tjera, zakonisht ato janë që i bojnë panik. Kur e mora lejën e kerrit, për shembull, dhe e merr shakerrin me dalë, ish babi që më jep ke një varg këshillash. Ki kujdes, mos i ka ashtu, ti mos më ka mirë, po është ti keq. Edhe mami thon, "Ej, merr kerrin edhe del ja beke." Edhe ken po kaos ja beke babi. Kaos është komunikacioni, kaos kjo është vështiri, shoferi rritë ke po ky ka morrit çit kaos. Ja le të rritet në inkubator se në rrisëm, edhe kon shkyllaj ndryshëm zakonisht është e kundërta. Nonat që bojnë panik, baballarët që janë pak ma janë më të ndjeshme, shprehin më shumë atë me rakën. Kjo ka në momentet më të mëdha të jetës tem. Edhe sfidat më të mëdha ku jena ballavat çu, dete vdekja e babit. Edhe këto kur se kom pas hall, qysh po rinë mami, për kontraze kom pas forcë, ajo kon gjithë e fortë çto. Në goditjet e para, të çdo sprove kom pa një qëndrim me mas ne vjen një kohë që më duket që çdo rrugë përfaqëson një sfidë saj që e ka sot apo. Kështu që është ajo ndjenja që thash në sytet e me u ka një forcë tepër e madhe që tham nëse kom trashëguar një pjesë saj, jam i kënaqur. Sa e bukur kjo Tartan. Uroj shumë që ti duke na përcjell edhe pse nuk dyshoj që edhe mes njëri tjetrit pranë 4 sy ja ke shpreh këtë mirënjohjen edhe vlerësimin asaj, por edhe ta thuash publikisht është e jashtëzakonshme, kështu që uroj para se me mbyll, është veç një diçka që sot është sfidë më të madhe. Domthonjë sot jam prend, jam bashkëshort, jam djalë, jam vëlla. Vëlla i motrave, bashkëshort me gruan, prendi atyne, djali nanës, domethënë pa po realisht mendoj që sfidën më të madhe që e kam që më stia pe kry që duhet është çfarë djalë. Nuk më duket që jam bashkëshort okej. S'po tham i mirë, më duket që jam vëlla i mirë, korrekt, ma e vogla korrekt, domethënë, më duket që jam bab i mirë. Te djali ka këtë mas, ndoshta me ata që kam marrë në këmbim, më duket misioni më i vështirë, edhe nuk di sa më mja dalë që shtuhet. Veç shpresoj me kon djali duhur, të paktën korrekt apo. Jem pajtu me kon veç korrekt, çash më duket sfiduese me kon fëmijë edhe tash që vjen koha me u kujdes për prend, sa mund na dhon hakin kështu po them. Për çka i falenderosh më shumë ti asaj sot? Për gjithçka. Për gjeneve që mi ka bajt. Domosht çdo gjën që më ndaj të dy prende me, që i kanë vlerë janë pjesë e gjeneve tyne. Edukatën që më kanë jep. Nderin që kam trashëguar për tyne. Domethënë kemi pas potencialin, për them publikisht, kemi pas potencialin me kon familje milionera. Ndoshta për shkak të mos me ndyt asnjë pjesë të faqes familjes, kemi vendosur me kon një familje mesatare. Tash babi jam është njëri prej njerëzve të parë të diplomuar në rajonin e Drenicës, ka qenë kryetari i shkrimtarëve, është i burgosur politik, ka pas oferta ndryshme, të vazhdueshme, që kishin mujt me na bë ka gja me lek që thojnë këta Shqipnis, që babi veç ka menu që është mund me ka në cenushme në kuptimin e asaj që aje ka kriju identitet familjar.
të moralit përgjithshëm familjes, ndejet përgjithshëm familjes, e kjo trashëgimi për mua është trashëgimia më e madhe që të dytë më kanë jep. Edhe për shtoja më shumë t'i falenderus. Po për t'i kërku faljen, ke diçka? Shumë. Shumë. Për gjithë shka kam i kërku falje. Sa herë e këm ngritë zonën, sa herë si më qumë me disponim këm kërku diçka. Qofë për babën, qofë për nanën. Shumë qka. Menaj, nashtë është ndjesi, thashe boli që e ninda i prendeve që ndoke gjithë shka s'kum bo që është duhet. Ndoke gjithë shka o dasht me bo, 100 herë ma mirë. E nuk e di se e kum bo, jam i knasën që shkum bo, kum pas qef, edhe kam qef me ja bo 100 herë ma mirë. Unë jam e bindur që ata të dy ndjen shumë krenar për ty. E po ashtu edhe të tre djemtë ka një shembull shumë të mirë për para, të kanë ty, po ashtu edhe bashkëshorte në anën e tyne, andaj nuk e dyshoj që do të rriten si që është më smiri e do t'i marrin më të mirat prej se cilit prej ush, se kanë edhe prej kujt me i marrë. Faleminderit shumë. Dardan, të faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim shumë të sinqert edhe shumë të këndshëm në të njëjtën kohë, sidomos në këtë periudhë të shenjtë muajit Ramazanit. Shumë kënaqësi që të kisha. Gjithashtu edhe për mua ke kënaqësi, edhe dojta nashta